Në kuadër të ditës botërore të diversitetit biologjik, në Bashkinë e Pustecit u organizua ekspozita artistike Prespa në Far, një projekt unik që ndërthur natyrën dhe artin në një mënyrë të pazakontë. Tina Donevski, drejtuese e projektit dhe përfaqësuese organizatës PPNEA, theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi midis kësaj organizate dhe Bashkisë së Pustecit, projekt i cili është financuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Prespa në Far ka si qëllim të afrojë të rinjt me natyrën përmes artit, duke nxitur kreativitetin e tyre. Sipas Donevskit, kjo ekspozit përfaqëson një rrymë të veçantë të artit me fara, një metodë re për këto shkolla që pati interes të lartë mes nxënësve pjesëmarrës. Është një projekt i udhëhequr nga PPNEA, organizata ku unë punoj, dhe në bashkëpunim me Bashkinë Pustec, financuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Projekti është Prespa në Far, ka si qëllim ose si synim ndërthurjen e mjedisit dhe artit, për t'i sjellë më tepër këta të rinj me natyrën dhe për të zgjuar kreativitetin e tyre. Është një ekspozitë e veçantë sepse është një rrymë shumë e veçantë e artit, e pa aplikuar më parë në këto shkolla, është rryma e artit me fara. Interesi ka qenë goxha i madh, me thënë të drejtën, edhe pse ne e kishim numrin e kufizuar të pjesëmarrësve të këtyre nxënësve dhe ishte vetëm 15. Megjithatë, motivimi i tyre ishte i jashtëzakonshëm. Ishin shumë të motivuar, shumë të entuziazmuar, investonin komplet kohën e tyre, nuk është se ishin shumë të lodhur, mund të qëndronin dhe jashtë orës së mësimit. Kështu që ishte një eksperiencë jo vetëm që investuan ata vetë, por edhe u ndërthurën, siç e thash, të dyja disiplinat, mjedisi dhe arti, dhe ata bashkëpunuan më tepër me njëri tjetrin, i ndihmoi dhe në shoqërizimin aktiv. Artistja nga Maqedonia e Veriut, Snezhana Lazarova Luna, ishte e ftuara speciale që udhëhoqi nxënësit në procesin krijues të artit me fara. Ajo ndau eksperiencën e saj 15 vjeçare në këtë fushë dhe u shpreh e lumtur për mundësinë që t'i mësonte këtë teknik një brezi të ri. Rezultati ishte një ekspozitë me 15 punime të realizuara nga vetë nxënësit. Prven golem pozdrav za srdečnjë. Këtë punë po e zhvilloj gjatë këtyre 15 viteve. Është një përvojë e re për mua. Kjo është një përvojë e re për mua jashtë kufive të Republikës Maqedonisë së Veriut. Këtë art e kam zhvilluar gjatë këtyre 15 viteve. Këtë art e kam zhvilluar me fara, pa ngjyra, domethënë me ngjyra natyrale, pa ndonjë plotësime, domethënë me bojra. Edukimi me fëmijët tregoi domethënë një interes të madh për punën, interes të madh nga fëmijët. Kjo teknik do një durim të madh. Fëmijët treguan një durim të madh për këtë teknikë që kemi punuar këtu me këto punime. Edhe ndihem e gëzuar që fëmijët shumë shpejt e mësuan domethënë këtë punë, këtë mënyrë të punuari. Si rezultat i kësaj pune me nxënësit, ne po e zhvillojmë këtë ekspozitë. Ekspozita ka 15 punime. Kemi edhe një mysafir nga Republika e Maqedonisë së Veriut, mysafiri quhet Goran Lazarov. Si domethënë që arritëm këtë me nxënësit, ajo punë ishte që ishte aty në shkollë të jetë në një karakter gare, domethënë. Organizatorët do të ndajnë tre çmime, çmim të parë, të dytë dhe të tretë. Jam shumë e kënaqur nga organizatorët, nga PPNEA, edhe nga bashkëpunimi me nxënësit, domethënë. Kënaqur për adhetarët tanë në Bashkinë Pustec, edhe nëse më ftojnë prapë të vi këtu, do ta pranoj ftesën me kënaqësi. Kryetari i Bashkisë Pustec, Pali Kolevski, vlerësoi lart këtë nismë duke falenderuar organizatat jo qeveritare për kontributin e tyre në zhvillimin kulturor të zonës. Ai theksoi se projekti u mirëprit nga nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar në Pustec dhe cilësoi ekspozitën si një ndër më të veçantat e organizuara ndonjëherë në këtë bashki. Kryetari Kolevski u shpreh se një iniciativë e tillë meriton të zgjerohet edhe në shkolla të tjera në vend. Unë gjej rastin që të falenderoj gjithë organizatat jo qeveritare të cilët kontribuojnë sadopak në zhvillimin e kulturës, në zhvillimin e traditave në Bashkinë e Pustecit.
Ky ishte një projekt shumë i mirë, domethënë që për të cilët u angazhuan edhe gjithë nxënësit e shkollës së mesme të Bashkuar Pushtec, ku ata u munduan edhe mësuan ato elementet e para për një traditë shumë të mirë, e cila është domethënë një diçka e veçantë, arti në fara, do ta quaj, i cili është për mua domethënë është një gjë shumë interesante ku rekomandoj që të aplikohet edhe në shumë vende të tjera, në shumë shkolla të tjera. Gjatë kësaj periudhe, artistja në fjalë nga Maqedonia, Snežana Lazova Luna, e cila është unike në veprat e veta, mësovi ato elementet e parë tek nxënësit e shkollës së mesme të Pushtecit, se si mund të bëjnë vepra të tilla, domethënë që janë shumë unike, shumë të mira. Ajo në ditët e para ka qenë një ekspozit që për mua ishte një nga ekspozitat më të veçanta që është bërë ndonjëherë. Mund të them që është ekspozita e parë në Bashkinë e Pushtecit, që ka dhënë edhe frytet e veta. Ekspozita Prespa në far nuk ishte vetëm një ngjarje artistike, por një urë ndërtuar mes brezit të ri dhe natyrës përmes fuqisë së artit. Ajo dëshmoi se kreativiteti, kur bashkohet me edukimin dhe përkushtimin, mund të sjellë frymëzime të reja në komunitet. Projekti la gjurmë të rëndësishme jo vetëm në zhvillimin kulturor të Pushtecit, por edhe në ndërgjegjësimin për rëndësinë e ruajtjes së biodiversitetit, duke treguar se farat, përveç se mbartin jetë, mund të mbajnë edhe artin brenda tyre.